Të nderuar besimtar, vazhdojmë me lejen e Zotit me temën tonë, më i miri i njerëzimit, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ku kemi folur për jetën e këtij të dërguarit të zgjedhur nga ana e Zotit të gjithësisë. E jeta e Muhamedit alayhis salam nuk është një prall, as një lojë dhe as një kalim kohe për atë që e flet apo për atë që e dëgjon. Jeta e Muhamedit alayhis salam është shëmbëltyra më e mirë, është modeli më i mirë për të ndjekur. Le ti harrojmë modelet e prishta, modelet e kota dhe modelet e shturura. Muslimani le të kapet me modelin e Muhamedit alayhis salam, se do të jetë i fituar në këtë botë, do të di se si ti përballoj të mirat dhe të këqijat e kësaj bote, por do të jetë i fituari më i madh në ditën ku do të dalim para krijuesit ton, para Allahut fuqiplot, para atij të cilit nuk i shpëton as grimca më e vogël e veprave tona, qoftë ajo e mirë apo vepër e keqe. Unë dalëm në javën e kaluar të flasim për pranimin e Islamit nga dy burra të mëdhenj të Mekës, nga Hamza, Allahu qoftë i kënaqur me të, nga ky luan i ummetit, i cili ishte xhaxhai i Muhamedit alayhis salam, dhe nga njëri prej burrave më të këqij të asaj kohe, por që më pas do të bëhet më i miri nga më të mirët e shokëve të Muhamedit alayhis salam, çka tregon se njeriu, edhe nëse është i keqi i të këqive, ka mundësi të përmirësohet dhe të bëhet i miri i të mirëve. Për sa kohë që nuk i vjen fyti në shpirt, për sa kohë që nuk i vjen shpirti në fyt, ka mundësi me u pendu dhe me u kthy tek Zoti, tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Vazhdon jeta në Mekë, vazhdojnë torturat e idhujtarëve të Mekës kundrejt Muhamedit alayhis salam dhe kundrejt shokëve të tij. Duke e parë këtë gjendje, Muhamedi alayhis salatu wassalam me dhuntinë e Zotit do të bëjë një lëvizje të zgjuar. Cila ishte kjo lëvizje? Disa prej shokëve të tij, Muhamedi alayhis salam do t'i shpërngulin nga Mekka për në një vend tjetër, për t'ju siguruar atyre praktikimi i lehtë dhe i duhur i fesë së Zotit të gjithësisë. Por ajo çka është e çuditshme në thojza, është se Muhamedi alayhis salam shpërnguljen e këtyre shokëve nuk do ta bëjë nga Mekka në një vend musliman, se s'kishte nga me i qu, se s'kishte Islam dikun tjetër, vetëm se në Mekë, vetëm se ke Muhamedi alayhis salam, dhe tek ato pak njerëz që e kishin pranuar Islam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 5 të shpalljes së tij do t'ju jap leje disa prej shokëve të tij që të shpërngulen për në Habeshe, për në Etiopinë e sotme, ku në atë vend dhe në atë popull sundonte një mbret i cili ishte i krishter. Mirë po, për skaj kësaj fakti që ishte i krishter, ky mbret ishte një mbret i drejtë, i cili nuk i bënte padrejtësi popullit të tij, për shkak të dhunës madhe, për shkak të asaj çka po përjetonin muslimanët në Mekë. 14 apo 15 prej tyre do të shpërngulen për në Etiopi, për t'ju siguruar atyre feja dhe rehatia kundrejt Zotit, kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërkohë në Mekë
jeta vazhdon. Shpalljet vazhdonin dhe zbrisnin tek profeti i Zotit, tek më i miri i Zotit. Paramendoni o vëllezër, duke qenë në Mekë, që është shtëpia e parë, duke qenë Qabe, që është shtëpia e parë e ndërtuar për adhurim, ti detyrohesh me elon Qabe, detyrohesh me elon Muhamedit a.s. të dërgumin e Zotit dhe me ikë, që të të sigurohet ty fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i zbresin ajete kuranore. Dhe kjo është mrekullia e vërtet. Kjo është mrekullia e Zotit gjithësisë, që Allahu i lartësuar secilit popull i ka sjell të dërguarin e tij nga vetë popull, dhe ja ka sjell shpalljen, dhe ja ka sjell mrekullin të njëjtë me gjendjen e popullit. Çka do thotë? Në kohën e Musait a.s. ishte e përhap me shumë magjia. Dhe ishin të përhapur shumë magjistarë. Çka boni Zoti i gjithësisë? Ja solli Musait a.s. me një mrekulli të atill që i përngjante magjive të tyre dhe ja shkatroi ato. Pra me një shkop e hidhte, u bonte gjarpër dhe kështu siç ndodhi përplasja me njëri tjetrin, i hëngri gjithë gjarpëritë e magjistarë. Me shkopin e hapi ditë. Në kohën e Isait a.s. ishte e përhap me shkenca dhe doktoratura. Çka boni Zoti i gjithësisë? I sjolli një profet i cili vetëm me frymën e tij, me lejen e Zotit, çka bonte? I shëronte të verbrit, i shëronte të sëmurët me lebroz. Çka bonte? Pra bënte mrekulli të atilla. Kur Allahu i lartësuar caktoi që Kur'anin ta sjellin në Mekë, nuk caktoi kot. Në kohën e Muhamedit a.s. ishin të përhapura shumë poezit në mesin e popullit. Pra fjalët e rrjedhshme, fjalët e ndërtuara bukur. Çka boni Zoti i gjithësisë? Zoti i gjithësisë i sjell Muhamedit a.s. një Kur'an të renditur në formën më të bukur, një Kur'an të renditur në mënyrë të atill që edhe poeti më i madh mahnitej, edhe poeti më i rëndësishëm çuditej dhe habitej me këtë renditje që i bonte Kur'ani fjalëve të Zotit të gjithësisë. Dhe kjo çudi do të ndodhi edhe në një rast të caktuar, ku do të ndodhi diçka e çuditshme që s'ka ndodhur ndonjëherë në asnjë vend të botës. Çka është ajo? Idhujtarët e Mekës do t'i binë sejdë. Idhujtarët e Mekës do të përkulen në sejdë së bashku me besimtarë. Pse a idhujtarët bëjnë sejdë? Idhujtarët nuk bëjnë sejdë. Por kur të dëgjojnë disa ajete kuranore që do t'i mahnisin ata, do të bëjnë sejdë. Cilat janë këto ajete kuranore? Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i zbresi Muhamedit a.s. surën Najm, ku thot Zoti i gjithësisë: Bismillahirrahmanirrahim, wal najmi idha hawa, ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Allahu i lartësuar betohet dhe thot: pasha yllin kur bie. Shoku juaj, pra Muhamedi a.s. nuk ka humbur dhe nuk është i devijuar, dhe ai nuk flet nga dëshira e tij, pra nga vetvetja e tij, por ai vetëm se flet atë çka i shpall Zoti i gjithësisë. Vazhdojnë ajetet kuranore të kësaj sureje të Kur'anit. Ku në këtë sure Allahu flet për idhujt e idhujtarëve, pra si po i besoni këta idhujt, ndërsa në ajetet e fundit Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet idhujtarëve duke i thënë: apo habiteni me këtë ligjërim, me këtë Kur'an të Zotit të gjithësisë, dhe po qeshni, po talleni dhe nuk po qani, e po ju jeni të pakujdesshëm, thot Zoti i gjithësisë. Dhe në ajetin e fundit
Allahu subhanahu wa ta'ala thot, fasjudu lillahi wa'budu, i binin sejdë Zotit dhe adhurojeni atë. Në këtë moment, Muhamedi a.s. së bashku me besimtarët, me drejtën e Zotit, i bëjnë sejdë Zotit, por nga mahnitja e madhe e renditjeve të bukura të Kur'anit, bien në sejdë edhe idhujtarët e pranishëm. Të gjithë ata që i dëgjuan këto fjalë, bien sejdë. Dhe kjo është mrekullia e Kur'anit. Ky është Kur'ani i Zotit, i cili të ullë gjuj para Zotit nëse e lexon me meditim. Nëse e lexon fjalën e Zotit me meditim duke e kuptuar mirë fjalën e Zotit, vetëm se do t'i përulesh Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo ishte një mrekulli e madhe e cila ndodhi në këtë rast, o të nderuar vëllezër musliman. Por ajo që ka ndodhi, do të përhapet lajmi që të gjithë Mekasit e kanë pranuar Islamin, gjë e cila nuk ishte e vërtetë. Dhe ky lajm do t'i shkoj edhe atyre pak besimtarve të cilët u shpërngulën për në Etiopi. Dhe duke menduar që në Mekë është pranuar Islami, thanë, hajde se po kthehen. Po kthehemi në vendin tonë, ku kemi shtëpinë tonë, ku kemi lënë familjarët tonë, shokët tonë, të mbjellat tona e kështu me radhë. Dhe u kthyen sërish në Mekë. Mirë po, kur erdhën në Mekë, panë që gjendja ishte po e njëjtë. Madje gjendja do të jetë edhe më e vështirë. Edhe pse Islamin e pranuan dy burrat mëdhej si Hamza dhe Omeri, Allahu i qoftë i kënaqur me të, dhuna e pabesimtarëve nuk do të ndale, derisa pabesimtarët, idhujtarët, u mblodhën së bashku dhe vendosën që muslimanët e asaj kohe t'i bojkotonin. Një bojkot i plot, duke vendosur në Qabe një marrëveshje, të cilën e filluan me emrin Bismik Allahumme, me emrin e Allahut. Po subhanallah, sa fatkeqësi ndodhin sot në emër të Zotit. Sa njerëz sot të rrejnë ty edhe mu në emër të Zotit, po sa njerëz edhe të vrasin në emër të Zotit. Kështu idhujtarët e Mekës do të bëjnë një marrëveshje. Cila ishte marrëveshja? Ne idhujtarët nuk do të shesim tek besimtarët. Ne idhujtarët nuk do të blejnë nga besimtarët. Ne idhujtarët nuk do të martohemi me vajzat e tyre. Dhe ne idhujtarët nuk do t'i japim vajzat tona tek ata. Ky ishte një bojkot shumë i rrezikshëm. O vëllezër, a ju kujtohet koha e pandemisë, që për 2 javë u mbyllën gjithë dhe askush nuk lëvizte. Ne elhamdulillah kishim me hënë me pije gjitha. Ndërkohë muslimanët e asaj kohe për 3 vite, siç ka ardhur histori, 3 vjet me një bojkot të plot. Nuk kishin çat hanin, s'kishin as ç'a me pi, s'kishin as ç'a me vesh, as nuk martoheshin dhe as gjë prej gjëje. Sa që ka ardhur në transmetim, muslimanët e asaj kohe do të detyroheshin që nga uria e madhe të hanin gjethet e pemëve. Nga uria e madhe hanin lëkurat e kafshëve të ngordhura. Subhanallah, për çfarë me e bo këtë gjë? Për çfarë me vujt kaq shumë? Jo më larg se sot, dikush në rahati të madhe na drejtohet dhe na thot, e na bo me vra veten. Po për çka do e vraç veten ti? Se ke shumë dhe s'ke ku ta çosh, se ke ç'a me vesh dhe s'ke ku ti çosh, se ke me dal, me bredh, me shku, me ardh dhe s'ke ç'a me bo tjetër. Po shifim muslimanët, 3 vjet hajnë gjethe pemësh, 3 vjet hajnë lëkurat e kafshëve të ngordhura, që ti edhe unë vetëm kur e mendojmë, themi Zot na ruaj, që s'na shkon ndërmend. 3 vite bojkot, derisa siç është transmetuar në histori, edhe pse Allahu
e din më së miri nëse është e vërtet apo jo, Zoti i gjithësisë do të dërgojë një krim e cila do ta hajë marrëveshjen. Marrëveshjen që kishin vënë qabe, krimbi do t'i hajë fjalët e tyre dhe do të lejë vetëm fjalën Bismik Allahumme, me emrin e Allahut. Kështu ka ardhur, Allahu e din më së miri nëse kjo është e vërtet apo jo. Kjo është dhuna të cilën e kanë përjetuar muslimanët e asaj kohe. Dhe duke e pa këtë gjendje, Muhamedi a.s. vendos sërish që disa prej besimtarëve të tij të emigrojnë sërish për në Etiopi. Dhe nuk është se po shkon fund Shqipënisë, po e shihja në internet 4.000 kilometra larg, me ikë në kom, ditën dhe natën. Pra, lodhje, stërmundim nuk është e thjesht, ai se po hypi aeroplanit, po shkoj po vi. Pra, torturat mëdha si, vetëm me rujt fen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe Muhamedi a.s. do t'i caktoj 84 apo 85 prej besimtarve që të shkojnë dhe të shpërngulen për në Etiopi. Dhe të parin e tyre do t'a vendosi një sahabi të quajtur Jafer ibn Abi Talib, që është xhaxhai i Muhamedit a.s. ose vllai i Aliut radhiyallahu anhu. Gjithmonë në ka porosit pejgamberi a.s. që kur marrim një udhëtim, qoftë i afërt apo i largët, ta kemi dikë i cili është udhërofyes ose të jetë i pari i grupit. Se të ndodh diçka, me bën pastaj debate, kthehemi, shkojmë, vim, duhet të jetë dikush i cili të marrë vendimin. Do të largohen sërish muslimanët, mirë po keni parasysh gjithmonë idhujtarët, jo besimtarët, asnjëherë nuk janë të kënaqur me ty si musliman. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Walan tarda anka al-yahudu wan-nasara hatta tattabi'a millatahum." Nuk do të jenë të kënaqur me ju, jo besimtarë, derisa ti pasoni hapat e tyre. Pra pa thonë edhe ti që Allahu është Zot, po ka dhe Zot të tjerë. Pa thonë edhe ti që hase alkooli mirë, kjo është mirë, kjo është mirë, pa i bot ndalume dhe ndalume të lejume, nuk janë të kënaqur idhujtarë. Nuk ngopen asnjëherë. Çfarë ndodh? Muslimanët nisen vetëm me ju largu të keqjes që ishte në Mekë, idhujtarët e Mekës caktojnë 2 persona, të cilët persona do të shkojnë pas muslimanëve që po shpërngulen, do të ndërmjetësojnë tek i pari atij vendi, si me i kthy musliman prapë Mekë, si me vazhdu dhuna sërish. Po pse ti ç'ke me mua? Unë po du me i nga këtu se s'po mlen rahat, po du me adhuru Zotin diku tjetër, pse s'po mlen? Si puna atyre shkonin në Arabi, jo musliman, po s'lidhe kam unë me Arabin. I herë që kam qenë, Zoti më mundsohet me shku prapë. Ata që s'kan qenë, Allahu ja mundsohet me shku. Po ç'lidhje ka muslimani shqiptar me Arabin, me Palestinën, në aspektin e komunitetit. Ne jena musliman, jena shqiptar, kena linë tu adhurojmë Zotin. Qa problemi keti me mu? Se po them mos vill, se po them mos rrej, se po them burri është burr dhe gruaja është gru. Cili është problemi jot me musliman dhe këtij vend? Caktojnë 2 persona, Amr ibn Asim dhe Abdullah ibn Rabia, të cilët ishin të njohur të mbretit. Madje marrin dhe disa dhurata që t'ia çojnë mbretit dhe mbretit t'i mbushej mendjen thojza dhe t'i kthente sërish besimtarët në vendin e tyre. Që mos zgjatemi, kur shkojnë tek mbreti, i drejtohen atij duke i thonë: këtu në vendin tat kanë ardhur disa njerëz që janë rebela. Zot na ruaj prej tyre. Janë të tmerrshëm fare, a duke shpik. Po çka kishin të shkret? To vetëm se donin me adhuru Zot. I thot na i kthem mrapsh. Mirë, po mbreti, të cilin pejgamberi selam e cilësoi si një mbret të drejtë, nuk u nxitu. I tha: "Mi sillni këtu." Ti pyesi herë, për çka kanë ardhur? Ra me vjell, me navrabu, për çka kanë ardhur? Pra u tregoi zgjut, dhe jo me njëherë me marr fjalën e atij tjetrit dhe pastaj bëhet
çfarë di e madh. Cilat ishin pyetjet që do t'ja bëjmë mbreti këtyre muslimanëve, kë me lejen e Zotit do të trajtohet në javën e ardhshme nëse Allah subhanahu wa taala na e mundson. Elusim Zotin ton që të na fali dhe të na mëshirojë të gjithë. Elusim Zotin ton që të na fali ne prindërit tan, të afërmit tan, të gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Selamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.